Unë kam ditë në margim, mund të thënë mbi 20 vjetë kom punuar, kom da do me thënë paren prej goje për me ble këtë pronën këto për me hedhin, me nditë familja me qenë qetë, edhe do me thënë jemi vendosur për këtë punë, 100% thomë si nuk e lejuj as gjikatës, as advokat me ngrit dikush marrë me marrë pronën. Do thënë të luftuj njërë në fund, nuk e lejuj në asnjë mënyrë ta marrin. Në të mundojnë çfarë duan le bëjnë, në të mundojnë me njoftësia, me korrupsione, ç'është duan të bëjnë, në ta vendosin emrin e vet, veç për me guxu me i mrenda dhe njëri çështë me shfrytëzo vendin tim. Nuk e lejuj që mund ta thonë që para mediumeve mund ta thonë edhe në gjyq, ku duan ato mund ta thonë. Unë jam në gjendje do të thënë ta jap jetën vendin nuk e lejuj. Do thënë shumë e drejtë. Për për pronën e tij, të cilën e ka me flet pronësi, me të gjithë dokumentat, edhe shtëpinë e ka legale, gjithçka në dokument, ai përsëri ka dhënë afër diku 15.000 euro. Po, që kom pagu vetëm gjigjet, advokatat, gjithmonë për ta marrë pra pronën e vet, për cilën ka paguar një herë. Gjithmonë në humbje kush. Edhe përsëri ka humbur, edhe përsëri lufton për pronën e vet. Është më interesant se ata nuk e kanë as shtëpinë e vet, e kanë Republika Maqedonia, se kanë as shtëpinë e vet, domethënë vinë e marrin pronën tim që është privat. Për domethënë krejt logjika e kësaj temës është që ju keni blet një pronë. Pronën e keni marrë të gjithë dokumentat me imot e listë, është bërë në emrin tuaj, sepse ka qenë një shtëpi dikujt tjetër. Në vitin 2020 ka ndodhur blerja e tokës. Keni filluar të ndërtoni shtëpinë. 2024, ndërsa është ndërtuar shtëpia, është përfunduar ja kështu siç e duket në këtë pamje. Nuk ka pas asnjë lloj problemi. Në moment që fillon të ndërtohet dhe për ngelen në këtë stad, atëherë dalin komshit dhe ju hudhin në Mbasi e ndërtuj, s'ka pas problem. Kur ripin këto ta ndërtojnë, unë e fol të drejtën, domethënë kur fillojnë këto ma qesin strehen jashtë dhe unë them që nuk është e lejueshme. Po, domethënë këtë konflikti fillon për atë pjesën lart, edhe kur ju thonë ative pastaj ato thonë se është vendi jon, po vendi ju thonë. Ato thonë se është ky vend është i tyre për shkak se ato e kanë shfrytzuar 20 vite. Asa të vetë se kanë emrin e vet. Derisa toka ka qenë komplet tjetër kujt dhe ju me të gjithë dokumentat. Ato ju hudhin në gjyq. Po, na hedhin në gjyq. Për pronën. Po. Edhe tani e kanë fituar. E kanë fituar. Pronën tuaj që e keni me imotelis, e kanë marrë ato, e kanë fituar. Ja kështu, në gjykatën në Gostivar. Në Gostivar. Tani ju e keni kaluar në gjykatën e apelit, apo jo? Po. Në apel, atje? Atje e mur vendimin zotni Afrim Jakupi, gjykatësi, dha dorëheqje për lëndën që diçka se diun se ligjërisht familje se disi. Pastaj pas një kohë, pasi ai pala tjetër ra dakord me u bë që me bë gjys për gjys, po nuk rash dakord normal se për arsye se vendi jem. Nuk shkon 7-8 muaj, apo harujti ai, apo qëllimi ishte boni se ti, e mor përsëri lëndën dhe e boni në favor të tine. Domethënë, edhe në apel ju përsëri e keni humbur pronën tuaj. E tash keni shkuar në gjykatën supreme. Thanë këtë unë e shfrytëzoj vetë, e bëj vetë çdo herë mirëmbajt, por ata valash me qëllim që kur të vini ta shihni se me vërtet nuk është e vërtetë se ata dhe ata nuk mund të hipin dhe kum deklaruar edhe në gjyq se ato nuk mund të hipin. Përveç asaj, ishin këto shpronarët e shtëpisë, ma shitën, erdhën në gjyq, dulën se është për diçka e çuditshme, ja kena shit vendin me dokumenta me kret, po prap diçka këta hipëm në gjyq, filluan këta kundërshtari, advokati i palës kundërshtare, do me thënë e kishte në fakt baba në funksion, baba e ati ka qenë advokat, edhe do me thënë ata bënd që a bënd, do me thënë s'ka shansa do me thënë me depërtu ati, do me thënë ati ku hipi në gjyq advokati kundërshtar me gjykatësin që është do me thënë tash landa që ka qenë, nuk ka mundësi, do me thënë për me e fitu, s'ka shansë, për arsye se ata njihjen me zveti, kanë qenë kolegë 4 vjetë, kanë punu bashkë me një zirë, ndoshta gjithë Gostivari e din këtë, edhe me e pa në institucione në për Google, ose do me thënë 95% advokati i palës kundërshtare dhe gjykatësi i cili çdo herë fitojnë këtë lëndë, me e pa mbi 95% në Gostivar, qytetarët janë të humbur kjo ata. Do thënë ata të di, do thënë ky gjyq për mendimin tim është i korruptuar se që 5 vite që mundoj gjithçka, do thënë, nuk ka shans, nuk ka mënyrë dhe thëmë, a ka dhe një mënyrë dhe një drejtësi me i dalë kësaj puni përballë. Asnjëri nuk mundet, do të thonë Afrim Jakupi është gjykatësi i cili dha dorëheqjen e lëndës dhe kur e mor vesh kundërshtari, advokati kundërshtar, ra dakord me advokatin tim për me i bë gjys për gjys, por unë normal prona jem nuk rash dakord për këtë punë. Dhe pastaj, mbas 7 muaj apo 1 vjet, ju ligjërisht se për çfarë arsye e mori lëndën përsëri në dorë njëjti gjykatës dhe e boni në favor të tine. Do ta ndjekim ne sipas cenzurit, do të shohim. Vjen shumë keq që ju si mërgjimtar të shproheni në mënyrën se si funksionon ligji në Maqedoni. Ma shumë të drejtë, të tregoj drejtë, gjithçka mund të ndodhen, ma shumë e buj për arsye se edhe për ta ditë se ç'ish është u ndodh.
Po. Ndoshta muve edhe mund të gjithçka mund të bëjnë, këtë tash mund të kenë mendimet e vetë, çfarë do mund të bëjnë. Mua nuk më intereson, vetëm se e bëjmë me qëllim që edhe për ta ditë se ç'shin tu bë këto njerëz këtu, se ç'shin tu bë edhin. Kështu bëj gjykata në Gostivar, e themelori e apelit, e tani vazhdojmë për procedura tjera.